ditë nuk flasim më, dua që ta dish se do të mbaj në zemrën time, jo me trishtim apo pa kënaqësi, por me realizimin e hidhur e të ëmbël. Se ka pasur një kohë kur shpirtrat tanë ishin në sinkron dhe nishin të lumtur. Faleminderit që më dhe zemrën tënde, që më le të di të qeshurën tënde, frikën tënde, ëndrat e tua. Ndoshta jeta na qoj në shtigje të ndryshme, ose koha mori rjedhën e saj dhe distanca u bë rutinë. Por nuk do ta mohoj se emri ju do të më kaloj në përmendje. Nuk ishim të përjetshëm, por ishim të vërtet. Dhe kjo është diçka që as haresa nuk mund ta fshi, sepse ka njerëz që mbeten jo vetëm në zemër, por edhe në shpirt.